Shumë faleminderit. E para njerë dua ta bëj shumë qartë që kjo e fundit ishte tërësisht e Ulsiut e mandatit 5. Jo se nuk do marrë i Partia Socialiste mandatin e 5, po për pjesën time nuk flet Ulsiu, flas vetë. Jo, duhet sqaru kjo, se Ulsiu edhe Ministër Drejtësie po, prokuror po, nga Dibra po, dhe thonë njerëzit duhet dina i gjokë, po nuk di gjokë. Shumë faleminderit, edhe më vjen shumë mirë, sinqerisht që jemi këtu në të sallë më në fund të e shef. Ja. Sa dorëzove ti detyrën, ra qetësia. Më vjen shumë mirë që sot jam këtu në të sallë, që është më në fund si që ka hi e ambicjes Pirinit për Lezhën. Ka marrë shumë shpesh këtu, kemi pasur takime shumë entuziaste, kemi mbjell fitore shumë të bukura, por gjithmonë më ka munduar fakti që salla ishte vërtet në një pikë të hallit, dhe sot jam vërtet mirë që nuk është vetëm pamja jashtëzakonisht e bukur e rinis socialiste dhe progresiste të Lezhës, por është edhe ky mjedis që është në lartësinë, siç thash, të ambicjes së Pirinit për Lezhën. Mendoj që patjetër deri në 11 maj do të jetë shumë shpesh rasti që deputetët që janë këtu do të flasim për gjithçka ne kemi bërë, qoftë në rang vendi, qoftë në rang qarku, qoftë në rang të Bashkisë Lezhë apo të Bashkisë së Kurbinit. Ndërkohë që në Mirdit kemi bërë goxha punë, por aty pastaj ju e dini që drejtimi i bashkisë nuk është i yni, dhe do të jetë mundësia për të folur edhe për çfarë do të bëjmë akoma. Nuk diskutohet, ndërsa sot unë duhet të fokusohem tek ajo që për mua është krye tema dhe krye fjala e 11 majit, që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe e jo rastësisht për hir vërtetës në këtë vigjilje ose le të themi nxemje të fushatës elektorale, ne kemi zgjedhur të bëjmë këto takime me më të rinjt. Takime me më të rinjt, sepse përfituesit më të mëdhenj të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jeni pikërisht ju, gjenerata juaj. Dhe për këtë arsye njëkohësisht unë besoj që ju që jeni këtu pa diskutim, jeni këtu dhe derisa keni ardhur deri këtu sot, që nuk është 11 maj, e marr me mend se çfarë do bëni 11 maj, por bashkë me të tjerët, me bashkëmoshatarët, me bashkëmoshatarët tuaja, duhet të angazhoheni fuqimisht që në 11 maj masivisht votuesit e parë, masivisht votuesit e rinj të mbështesin negociatat për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe të mbështesin planin ton shumë ambicios të mbylljes negociatave në fund 2007-s, në mënyrë që të antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade.